Policia e shtetit ka reaguar lidhur me aksidentin e rënd të ndodhur gjatë natës në aksin Thuman-Laç. Sipas njoftimit zyrtar është arrestuar shoferi 20 vjeçar Orgest Peca. Viktima e aksidentit mbeti Nikolin Gjoni. Në njoftimin zyrtar të policisë, thuhet se specialistët e qarkullimit rrugor arrestuan në flagrant shtetasin Orgest Peca, 20 vjeç banues në Durrës, për veprën penale shkelja rregullave të qarkullimit rrugor. Rreth orës 23:30 me datë 19/05/2026 në aksin rrugor Thuman-Laç, automjeti që drejtohej nga 20 vjeçari është përplasur me automjetin që drejtohej nga shtetasi Nikolin Gjoni, 56 vjeç. Si pasojë e aksidentit, Nikolin Gjoni ka humbur jetën, ndërsa janë dëmtuar 3 pasagerë në automjetin tjetër, një burr 75 vjeç dhe 2 gra, përkatësisht 70 dhe 56 vjeçe. Të plagosurit janë transportuar në spitalin e traumës për ndihmë mjekësore me të specializuar. Materialet procedurale ju referuan prokurisë për veprime të mëtejshme.